Mirë Rama, dëgjoshur mis të gjohemi pra ja këtu pas lajmeve dhe informatave që i kishim këtu edhe më në fund me musafir në studio ku do ta kemi një temë shumë të mirë, shumë interesant që vlen për mua, për ty, për gjithë njerëzimin në botë, çfarë është më e mira, e drejta jeme, jotja e drejta e njerëzimit. Sonte me ne profesori im i njohur tashmë për shumë shqiptar në Norvegji, e sidomos në botë, është profesor, është drejtor në qendrën e drejtave të njerëzit në Norvegji, profesor Gentian Zëmberi. Mirëmbrëma dhe mirë se na erdhe. Mirëmbrëma Alush dhe faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe ty që je sonte me ne këtu, sepse do ta kemi një bisedë shumë interesante, sidomos kohëve të fundit, viteve të fundit, javëve të fundit, muajve, ndodhin shumë sende në botë edhe ne diçka dim, po diçka nuk dim. E është mirë pra që me kompetencën tonë dhe të mësohemi sa më shumë sa i përket drejtave të njerëzit, konventave dhe gjitha gjykatave, gjitha ato që janë në botë, ne i përcjellim, po ndoshta edhe nuk i kuptojnë, nuk i dim se çka janë. Sidomos kur përfshihet për shembull konventat, ne e dim fjalën konventa, e dim, po në konventat ndërkombëtare ka shumë sende aty që e përfshin brenda, për shembull sociale, politike, shkencë, e do t'i spjegojmë pak sonte më mirë së bashku këtu. Edhe kënaqësia jonë për më e madhe sepse para disa javë edhe u zgjodhe si drejtori. Po tash sfundmi më zgjedh si drejtori i Këshillit Shkencor të Agjencisë për Drejtat Themelore të Bashkimit Evropian. Kjo është një grup 11 ekspertësh që e ndihmon Agjencinë për Drejtat Themelore të Bashkimit Evropian për cilësinë e atyre raporteve që përgatisin ato për monitorimin e drejtat e njerëzit në Bashkimin Evropian, por edhe në vendet kandidate, dhe kjo përfshin rreth 450 milion njerëz që janë pjesë e hapësirës së përbashkët të Bashkimit Evropian. Kjo bukur sa një madhë, do me thonë, kjo është një titull shumë i madhë, e gëzuar dhe bravo, dhe ne mburemi faktikisht që e zgjedhin profesorin Gentianin, për neve është një pasqyrë shumë e madhe, dhe kështu që ta dini pra se krejt çka është në lidhje me drejtat e njerëzit edhe drejtat ndërkombëtare, për shembull sociale, politike, shkencë, për që ato është Gentiani këtu edhe do të mësohemi shumë ma shumë e do të edukohemi shumë ma mirë për ato që ta dim, ta kuptojmë se si funksionon kjo. Po Gentian, po filloj me ne, pra është pyetja që thash pak më herët, konventat. Ne e kemi ndëgjuar disa herë dhe kemi pa edhe non-stop e kemi ne për këto mediat tona shqiptare, po çka përfshin për shembull konventat ndërkombëtare? Spari, drejtat e njerëzit janë një fushë shumë e gjerë, edhe unë nuk jam specialist për gjitha, por gjithsesi kam një njohuri të përgjithshme për shumicën prej tyre. Siç e përmendet, konventat ndërkombëtare për drejtat e njerëzit, zakonisht jo referohemi atyre që janë përgatitur në kuadër të OKB-s, janë 9, për cilave kemi 2 paktet për drejtat civile dhe politike dhe ato për të drejtat ekonomike, sociale dhe kulturore. Pastaj kemi disa traktate të tjera që janë për disa të drejtat specifike, të grupeve specifike, për gratë, për fëmijët, për personat me paaftësi. Dhe kemi edhe 3 konventa që janë për podeshe për ndalimin e torturës, ndalimin e zhdukjeve të forcuara edhe ndalimin e diskriminimit racor. Kjo është pak a shumë, dhe përveç këtyre konventave ndërkombëtare kemi edhe konventat apo sistemet për mbrojtjen e drejtave të njerëzit në nivel rajonal, dhe për ne këtu në Norvegji, në Shqipëri, në Ballkan, këtu është me vlerë normalisht Konventa Europiane për drejtat e njerëzit me gjithë protokollet e veta dhe Gjykata Europiane për drejtat e njerëzit në Strasburg. Dhe shtetet që bëhen pjesë të këtyre konventave, dhe Norvegjia është një pjesë pothuajse të gjitha këtyre konventave ndërkombëtare, edhe të konventës europiane, Shqipëria po ashtu, Kosova fatkeqësisht i ka përfshirë gjitha këto të drejta në kushtetut,
por nuk mundet që të bëhet pjesë e tyre, ose nuk e kanë marrë akoma këtë hap në fakt, sepse mundësit mund të jenë. Njëta mund të thotë për Maqedoninë e Veriut e kështu me radhë. Në momentin që këto shtete bëhen pjesë të këtyre traktateve, atëherë këtyre ju lindin disa detyrime, dhe ndërkohë neve si qytetarë të këtyre shteteve na lindin disa të drejta. Që sa mirë. Kështu që të dim për shembull që se vetëm folim edhe nuk dim, kështu që më mirë të njoftohemi, më mirë edhe dim. Cilat janë për shembull më të njohurat drejtat e njerëzit dhe çka përfshin? Tash më thon drejtat e njerëzit ka një katalog shumë të madh të drejtave të njerëzit. Dhe eventualisht këto katalog të drejtave të njerëzit janë të përfshira nëpër kushtetutat. Kushtetutat tona, duke përfshirë ndoshta për lehtësi mund të referohem vetëm Shqipërisë, ndoshta edhe Norvegjisë. Në Norvegji është përmirësuar katalogu i drejtave të njerëzit sepse u shtuan ato në 2014-ën. Do modernizua po deshe kushtetuta, sepse kushtetuta e Norvegjisë është një ndër më të vjetrat në botë, e dyta në fakt, mas asaj të SBA-ve. Dhe kushtetuta shqiptare që u miratuar në vitin 1998 është një kushtetutë moderne me një katalog shumë të madh të drejtave civile politike, por edhe me një kapitull në lidhje me të drejtat ekonomike, sociale dhe kulturore. Në kur themi cilat janë drejtat më të njohura, nofta është drejta për jetën, ndalimi i torturës, e drejta për edukim, e drejta për të pasur një shëndetin më të mirë të mundshëm. Pra ka një katalog të madh, nuk është e vështirë që të themi cilat janë më të njohura, sepse ato janë të ndërthurura, të ndërvarura dhe janë të gjitha të rëndësishme në fakt. Për shembull, unë si person privat edhe kam dëshirë, për shembull, ndodhin raste dhe kam dëshirë me ditë cilat janë to që përfshihen, për shembull, apo përfshihet rasti jam, ku mu i mi gjetë këtu? Po, është e lehtë të gjesh traktatet, është e lehtë të gjesh në fakt cilat traktate shteti yt i ka pranu, janë të gjendën lehtësisht online. Do të thënë me një kërkim shumë të shkurtër ke mundësi që të gjesh. Pra nuk ka asnjë lloj problemi në ditët e sotme me teknologjinë, me mjetët që janë në dispozicion, me faqet në internet për të gjetur gjitha këto në një kohë shumë të shkurtër. Për të mos përmendur pasaj edhe inteligjencë artificiale dhe mjetët të tjera të këtij lloji që mund të japin ty me disa pyetje ndoshta të thjeshta, mund të japin një informacion goxha të mirë. Edhe përgjigjen, po edhe rrugën, për shembull, me ardh deri te ai traktati, për shembull, ose ajo që e ki ti, çat problemi. Po mirë, kjo është ajo që mirë thati që ka shumë drejta dhe mundet njeri me nisë për shumë gjërave të ndryshme edhe deri te ajo më e madhja. Është një deklarat universale e drejtave të njerëzit që daton prej vitit 1948. Cila është ajo? Çka është ajo? Po është mirë që e fillova aty, Alush, sepse deklarata universale për drejtat e njerëzit e vitit 1948 është një prej instrumenteve të para ligjore për të drejtat e njerëzit. Dhe ajo përmbledh të drejtat civile politike, po edhe sociale, ekonomike dhe kulturore. Dhe ajo është miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara dhe ka qenë, siç e thash, instrumenti i parë. Me shumë rëndësi, vazhdon të arrujë atë rëndësinë e vet, sepse unë përmenda katalogët e të drejtat të njerëzit që janë futur në kushtetuta, një pjesë e madhe e kushtetutave që janë miratuar pas vitit 1948 i kanë marrë një pjesë për këtyre të drejtave dhe të formulimeve edhe nga deklarata universale. Përveç kësaj, deklarata universale vazhdon që të jetë e rëndësishme si pjesë e drejtës zakonore ndërkombëtare, por edhe si pjesë e monitorimit të drejtave më në përgjithësi që bëhet nëpërmes këtij rishikimit periodik universal që quhet në Këshillin për drejtat e njerëzit në Gjenevë, ku të gjitha shtetet duhet që të paraqiten çdo 4 vjet që të monitorohen
nga shtetet e tjera, pra është një lloj peer review që bëhet çdo 4 vjet dhe Deklarata Universale e Drejtave të Njerëzit është pjesë e atyre instrumenteve ligjore që janë pjesë e këtij monitorimi po deshe nga shtetet për njëri tjetrin. Dhe për këtë ka edhe shumë rëndësi. Kuptohet që Deklarata Universale pastaj u zhvillu më tej, nuk është një dokument që është një dokument i miratuar nga Asambleja e Përgjithshme, pra nuk është i detyrueshëm nga ana ligjore në sensin e ngushtë të fjalës, në sensin e ngushtë ligjor, por siç e thash, ajo ka pasur një efekt dhe një impakt shumë të madh dhe vazhdon të ketë. A vlen kjo për krejt universin, për shembull për këtë botën? Po kjo ka qenë edhe se po të hysh historisë se si u krijuar kjo Deklarata Universale. Kjo është përgatitur nga një grup personash që kanë ardhur nga vende të ndryshme të botës, që kanë përfaqësuar sisteme të ndryshme ligjore, sisteme të ndryshme të mendimit, të filozofisë, të feve e kështu me radhë, dhe ato i kanë dhënë ato mendimet e veta në biseda përgjatë një periudhe kohore të konsiderueshme, dhe të gjithë ato po deshe prurje të kulturave të ndryshme, të sisteme të ndryshme ligjore kështu me radhë, janë formalizuar në këtë Deklaratë Universale. Pastaj, Deklarata Universale, sikur është, se thash, një dokument jo i detyrueshëm, është përkthyer pastaj në vitin 1966 në 2 paktet për drejtat civile dhe politike dhe për ato paktin për drejtat ekonomike, sociale dhe kulturore. Pra, që janë të detyrueshme për shtetet që janë bërë pjesë e saj dhe shumica e shteteve në fakt janë bërë pjesë të këtyre 2 pakteve që i përmendëm vonë, dhe së bashku me 2 paktet, Deklarata Universale dhe 2 paktet, quhen si një merren në fakt të treja në përgjithësi si një dokument, si një akt universal për drejtat e njerëzit po desh. Po mirë, kjo është ajo që daton faktikisht prej 48 që të mandena në 66 veç e merr formën tjetër. Edhe sot është ajo që ekziston, domethënë prej 66-s, nuk ka ndryshime tjera deri sot. Normalisht që mund të ketë ndryshime, sepse shtohen edhe të drejtat të tjera kështu me radhë, i përmend të cilët janë disa për drejtave më të rëndësishme, normalisht që janë disa të drejta që vijnë më shumë në pa, deri për jetën, ndalimi i torturës, por e drejta për të krijuar asociacione të ndryshme, e drejta për të shprehur, liria e mendimit, e drejta për shëndet të mirë, për strehim, pra ka një katalog goxha të madh, por normalisht do ta mendosh edhe nga ana individuale, sepse jo të gjithë individët nofta e mendojnë në këtë formë, por eventualisht të drejtat e njerëzit janë të lidhur edhe me ato nevojat që ne kemi për të pasur një jetë të dinjitetshme. Kjo është me shumë rëndësi. Po ajo është krejt, ajo është edhe qendra e vetës, domethënë që fillon prej individit dhe pastaj shndrohet edhe në përgjithësi. Po mirë, cili është misioni edhe vizioni i qendrës për të drejtat e njerëzit ku jeti edhe drejtori dhe profesor në Norvegji? Po, faleminderit për pyetjen. Qendra Norvegjeze për drejtat e njerëzit është një nga 5 institutet e Fakultetit të Drejtësisë të Universitetit të Oslos. Pra është një institucion akademik. Misioni dhe vizioni jon është studimi i të drejtat e njerëzit, promovimi i tyre dhe eventualisht edhe trajnimi dhe ngritja e kapaciteteve në Norvegji, por sidomos edhe jashtë Norvegjisë. Në këtë kuadër ne bëjmë kërkim shkencor, ne kemi një master 2 vjeçar për drejtat e njerëzit, mbi teorinë dhe praktikën e drejtave të njerëzit. Në fakt kemi pasur aty edhe student shqiptar në këtë master, por edhe një master tjetër që për drejtën kombëtare, në fakt që është një nga 4 masteret në anglisht që lidhen me të drejtën dhe që i ka Fakulteti i Drejtësisë. Pra misioni jonë është promovimi, studimi i drejtave të njerëzit, edukimi i brezave të rinj dhe rritja e kapaciteteve.
Ne kemi pasur shumë projekte, jo për të mburur në fakt, kjo është puna e kolegëve të mi dhe qendrës, për cilët që na bën në fakt jemi edhe krenar, krijimi i materialeve studimore për të drejtat e njerëzit. Ndër materialet më të para, për shembull, në bashkëpunim me kolegët kinez, të teksteve mësimore për drejtat e njerëzit që përdoren të fillimit që në përdorur atje. Ne kemi rrjete për çështjet e edukimit në fushën e drejtat e njerëzit në Azi, ku janë përgatitur prap shumë materiale të mira të përditësuara në lidhje me të drejtat të ndryshme të njerëzit. Kemi hapur programe të masterit në fushën e drejtave të njerëzit, për shembull në Vietnam. Tani po mundohemi që të krijojmë bashkëpunime më të mëdha me lindjen e mesme dhe Afrikën e Veriut. Në Liban dhe në vende të tjera. Ne kemi pasur shumë trajnim dhe shumë bashkëpunim me shtete të ndryshme në Afrikë. Unë drejtoj një projekt në Orhet 2 që ku kemi 7 institucione, 3 në Afrikë, 1 në Amerikën Latine, 1 në lindjen e mesme dhe 2 këtu në Oslo, Prion edhe qendrën, ku ne organizojmë kurse doktorantësh dhe kurse profesionale në fushën e drejtave të njerëzit, 4 në vit. Një organizon qendra Norvegjiane për drejtat e njerëzit, të cilën e organizoj unë, në fakt, dhe 2 organizon Prio, 1 organizohet nga partnerët tonë. Dhe kjo është një ndihmë për të rritur kapacitetet, për të ndihmuar kolegët, por në fakt edhe veten, sepse nëpërmjet këtyre shkëmbimeve që ne kemi, arrijmë që të kuptojmë se si konceptohen, se si shikohen drejtat e njerëzit edhe në vende të ndryshme të botës. A luan rol për shembull kjo kur është puna te kultura, edhe religioni, edhe që më kuptu ata, që thati edhe për juve është mirë, kur jeni atje edhe i shkëmbeni ato mendimet edhe ato projekte, a ka për shembull a kuptohet më mirë dhe më vyshëm ajo kultura e atij kombi ose atij regioni ose atij kontinentit? Gjithsesi unë mendoj që kultura e punës përgjithsisht është e njëjtë, sepse ne bashkëpunojmë me institucione akademike dhe në atë kontekst nuk e besoj që ka një ndryshim shumë të madh në mënyrën se si ne e konceptojmë në fakt edhe si aplikojmë të profesionin tonë. Por normalisht mund të ketë aspekte, mund të ketë nocione të ndryshme që është një pjesë atij komunikimit ndërkulturor që në fakt është i dyanshëm dhe është me vlerë. Kurse sa i përket çështje ndryshme për shkak që përmend atij studimin në lidhje me fetë dhe zhvillime në lidhje me të drejtën e besimit. Ne kemi koalicionin e Oslos për të drejtën e besimit që bën studime të ndryshme për fe të ndryshme, për fenë muslimane, për fenë katolike, për fenë ortodokse dhe shikon cilat janë ato mendimet e fundit, në çfarë drejtimi po zhvillohen ato fe të ndryshme, duke pasur parasysh jo për të studiuar fenë si fe, por normalisht për shikuar ato ndërveprimin dhe lidhjen e feve dhe të besimeve të ndryshme me të drejtat e njerëzit dhe ato ndërveprimin. Do të thonë edhe për juve mirë, por edhe për atë palën tjetër, normal që edhe më mirë, sepse këto projekte dhe këto puna janë që të ndërlidhen njëna me tjetrën sa më mirë të kuptohen njëna me tjetrën, që me lidh me dita drejtën e individit ose drejtën e njerëzit, për shembull se si mund të funksionojë dhe cila është ajo drejta e njerëzit. Mund të shtoj këtu për shembull edhe bashkëpunime të tjera që ne kemi pasur që janë me rëndësi për qendrën dhe që ndoshta edhe ilustrojnë pak të çfarë është misioni dhe vizioni i qendrës. Unë kam pasur një program Erasmus Plus
mobiliteti global me Universitetin e Prishtinës. Ne kemi pasur mundësi që të sjellim 14 student nga Universiteti e Prishtinës të vinë këtu në Oslo dhe ta kryejnë një semestër të plot të studimeve të mbuluar me shpenzime të mbuluara nga ky program. Po ashtu edhe 9 kolegë nga Universiteti e Prishtinës, doktoranta dhe profesor që kanë ardhur këtu, kanë bërë kërkim për rreth një muaj dhe kanë dhënë edhe leksione të ndryshme si të ftuar në kurset tona apo seminare të ndryshme. Ka qenë një projekt rreth 200.000 euro, rreth 2 milion krona. Kemi pasur një projekt tjetër me Bullgarinë, ku unë kam qenë i përfshirë, në cilin ne kemi arritur që të fusim Londën për të drejtat e njerëzit për herë të parë si një lëndë detyrueshme në 9 fakultete të drejtësisë në Bullgari. Po ashtu, bashkë me kolegët bullgarë, ne kemi përgatitur edhe kursin e parë po deshe të doktoraturës, një program fakt për doktoraturë, jo një kurs, një program me 5 kurse, programin e parë të doktoraturës për të drejtat e njerëzit. Nofta mund të ta egzagjeroj pak në botë, por nuk ka në fakt një program doktorature specifik për drejtat e njerëzit. Pra mund të jetë një projekt shumë i mirë që e kemi bërë me Ministrinë e Drejtësisë, me zyrën e përfaqësuesve të Bullgarisë në Gjykatën Evropiane për Drejtat e Njerëzit dhe me Universitetin e Ri të Bullgarisë. Pra kjo ka qenë një bashkëpunim shumë i frytshëm me këto Norway Grants. Një bashkëpunim tjetër për të ilustruar, ku kemi pasur mundësi që të shkëmbejmë studentët të masterës dhe doktoraturës në lidhje me impaktin domestik, në impaktin në vend vërtet, në shtet të drejtat e njerëzit, me qendrën për drejtat e njerëzit të Universitetit të Pretorias në Afrikën e Jugut. Pra gjitha këto janë projekte që në fakt unë i kam ndërtuar, janë projekte që janë rreth me anë të cilëve unë kam arritur që të afroj në qendër rreth 26 milion krona dhe të shpenzojmë ato për të shtyrë përpara të misionin dhe vizionin e qendrës. Ajo e mira, që ajo është më e mira që kur gjenti lufton për shembull për sa më mirë të mos spjegu kjo drejta e njeriu dhe çështja e saj, atëherë edhe zgjonohet më shumë nëpër Evropë, atëherë ja, si në Bullgari, me siguri se fillojnë edhe në vende tjera ku mungon kjo, për shembull në universitete që të ketë një lëndë, sepse kjo është mirë me ditë, pa këto nuk mund edhe me funksionu ndoshta edhe vetë shoqëria civile. Po mirë, cilat janë sfidat më të mëdha të qendrës e të drejtave njerëzit në Norvegji që përballet aktualisht për shembull? Kjo është hera e dytë në fakt që unë drejtoj qendrën, kam drejtuar në periudhën 2018-2021 dhe tani do drejtoj për periudhën 2025-2027. Dhe sfidat normalisht kanë të bëjnë me fondet kryesisht, ne marrim fonde prej autoritetet norvegjeze për të kryer punën tonë si pjesë e institucioni akademik që Universiteti i Oslos dhe Fakulteti i Drejtësisë, por ne duhem që të bëjmë më shumë punë. Pra duhet të afrojmë projekte, duhet të afrojmë fonde, duhet të krijojmë bashkëpunime të reja brenda Norvegjisë me partnerë në shtete të ndryshme. Dhe kjo është edhe një sfidë sepse shumë prej kolegëve tonë dhe partnerëve punojnë edhe në ambiente në shtete autoritare, ku ka probleme, ku ka presione, ku nofta që mund të kenë sfida të ndryshme dhe ato vetë. Dhe kjo është mund të thojë një nga sfidat që ne kemi është që ta rrisim ato punën tonë, të tërheqim më shumë fonde dhe të bëjmë më shumë punë. Po mirë, kjo do me thonë është edhe përballja që thati vetë në shtetet ndryshme, sidomos ato autoritare, ku gjithmonë ato qendrat që janë për drejtat e njerëzit kanë sfidat më të mëdha në kohë të luftave, kohë të vështira, të politikave ndryshme e kështu me radhë. Ajo gjithmonë ju përballen, do me thonë se ju jeni ata që mundoni gjithmonë me tregu që duhet bisedime, duhet kadale, duhet kuptojmë njëri tjetrin, por ata janë do shtete për shembull që edhe nuk ju dojnë kanë herë. Mirë, si e shihni situatën aktuale të drejtave të njerëzit në Evropë?
sepse tash Evropa është pak në lëvizje e sipër. Po zakonisht në lajmet vjen ato lajme në lajmin e shohim lajme të këqija kur ka probleme, kur ka shqetësime, po të thonë edhe presione apo edhe shkelje drejt për drejta të drejtave të njerëzit. Normalisht që Evropa ka bërë shumë përpara në këtë fushë, ka zhvillime shumë pozitive. Unë mendoj që pika e parë është që ne duhet të flasim kryesisht edhe për zhvillimet pozitive, edhe për impaktin që kanë drejtat e njerëzit, në mënyrë që të mos kalojmë në një diskurs disfatist, do thoja. Ka disa shtete që kanë probleme, disa shtete autoritare, për shembull ka probleme në lidhje me sundimin e ligjit, me të drejtat e komunitetit LGBT, për shembull në Hungari, me sundimin e ligjit, do të thënë në vende të tjera. Kjo është problematike, ka një mungesë të hapësirave deri diku dhe presione të shoqërisë, ndaj shoqërisë civile, ndaj OJQ-ve. Kjo është problematike. Ne kemi një transferim po deshe të vëmendjes të shteteve nga përmirësimi të drejtave të njerëzit në riarmatim. Të gjitha shtetet, të gjithë politikanët duket sikur kanë mendjen të bëjnë lekët barut edhe plumba. Në kjo është një diçka shumë problematike, sepse kur fliten kur ne shkojmë për të kërkuar fonda, apo kur bëhet fjalë për të financuar punën e zyrës komisionerit të lartë për drejtat e njerëzit në Gjenevë, gjithmonë ka probleme, nuk ka fonde të mjaftueshme, ka probleme në lidhje me punësimin e stafit që është i nevojshëm për të kryer këtë punë, këto monitorime, ankesë individuale e kështu me radhë, por duket sikur kur vjen puna për armatime, gjithmonë hapet qesja dhe duket sikur ajo qesja nuk ka fund. Kjo është një problem në fakt që lidhet jo vetëm me fondet, por lidhet edhe me një diskurs ku siguria në fakt vendoset shumë sipër dhe pastaj drejtat e njerëzit shumë hapa më poshtë. Dhe mendoj unë që kjo ka një efekt negativ në lidhje me edhe me lirinë e shprehjes, edhe me liritë të tjera që janë të nevojshme. Kur e përmende OJQ-n, do të thonë, këto janë qendrat që janë organizata jo qeveritare. Organizata jo qeveritare, për shembull si Amnesty International, dhe ka shumë tjera që i përkasin, dhe këto rjedhin, këto janë, më thonë, në ndegat e gjitha drejtave të njerëzit që vinë ose rjedhin nga Zheneva, që janë nëpër botë, sidomos. E ka shtete që edhe i kanë përjashtu këto organizata, për shembull se nuk i pranojnë në shtetet veta. Po, shtetet autoritare dhe shtetet që i kanë larguar disa prej këtyre, përmendim Federatën Ruse për shembull, që ka përmes atyre ligjit të famshëm të agjentëve të huaj, në fakt, Foreign Agents Law, e përdor ata për të kufizuar punën e OJQ-ve të ndryshme, edhe për t'i larguar ato dhe për t'i mbyllur ato, në fakt. Po kjo nuk është një diçka që ndodh vetëm në Federatën Ruse, kemi shumë shtete tjera dhe në Europë që kanë përdorur strategjitë të ngjashme, mund të ketë presione për këto OJQ-t në lidhje me raportet që ata përgatisin, raportet vjetore, apo për shtetet të ndryshme, për të mos qenë shumë kritike, apo për të mos u fokusuar në një apo një diçka tjetër. Dhe presionet mund të jenë të forma të ndryshme, duke pasur parasysh çështjet e fondeve, duke mos i liruar atyre akses në fonde, duke i përgjuar ato, janë shumë raste përgjimi që kanë ndodhur në shumë vende, të gazetarëve, aktivistëve drejtat e njerëzit e kështu me radhë, dhe ky lloj presioni është shumë problematik normalisht për vetë jetën demokratike të një vendi. Pra, unë i shoh këto si zhvillime negative.
Por gjithsesi, do të thonë që një pjesë e madhe e vendeve të Europës prap ka një traditë dhe gjërat funksionojnë, por ne do të jemi syçelët në mënyrë që kjo që thash, kjo diskursi në lidhje me sigurinë e kështu me radhë, mbi riarmatimin e tjerë të mos heqin vëmendjen nga të drejtat e njerëzit, jo vetëm ato civile dhe politike, por ato ekonomike, sociale dhe kulturore. Europa ka një popullsi në plakje, jo vetëm në përgjithësi, ka nevojë për më shumë spitale, ka nevojë për më shumë shërbime nga më të ndryshmet, për rritjen e pensioneve, për shërbime publike e kështu me radhë, dhe të gjitha këto kushtojnë. Dhe në momentin që burimet analizojnë një rrugë, unë mendoj që kjo është pa menduar, domethënë se çfarë efektesh ka kjo. Kjo është problematike. Kjo është interesant, domethënë se kur nuk ka edhe organizata jo qeveritare, për shembull, sidomos në shtetet demokratike ose vendet shumë të zhvilluara që janë, atëherë është edhe problem, faktikisht s'ka monitorim. Atëherë mundën gjithçka me dalë për atij vendi, cili farë burimi, ku mund njëri edhe mi besu, po edhe mos mi besu. Po mirë, tash jemi te kjo teknologjia e avancuar, dhe teknologjia edhe mediat sociale, si ndikojnë këto në mbrojtjen e të drejtave të njerëzit? Nëse mundem krejt shkurt në lidhje me atë që thash lidhje me sigurinë. Normalisht që ne e kuptojmë që lufta në Ukrainë, situata ndërkombëtare, krijojnë presione në lidhje me ato që duhet të kushtohet kujdes edhe për kapacitetet mbrojtëse të shtetet ndryshme. Megjithatë, unë mendoj që prap të drejtat e njerëzit ka një rol, nuk mund të jenë sekondare apo të vendosen në plan të dytë. Europa mund të bëjë më shumë dhe mund të jetë një zë edhe më i fuqishëm, jo vetëm për shikuar brenda vetes, për shikuar shtetet anëtare të Këshillit të Evropës apo të Bashkimit Evropian, se si ato i aplikojnë dhe i respektojnë të drejtat e njerëzit. Por do të jetë një zë i fuqishëm edhe për shkelje të drejtat e njerëzit në vende të tjera të botës, në lidhje me gjenocidin e Gaza, për cilën Europa në fakt është dashur të mbajë të ketë një rol më të madh për të bërë çmos për të ndalur ato masakra që kryhen ditë pas dite. Dhe kjo mendoj që në fakt e ul edhe reputacionin e Europës. Në kohë që mund të jetë shumë e zëshme për një konflikt dhe nuk bën as sa duhet për të ndalur një konflikt tjetër, ku deri dje janë vrarë dhe plagosur rreth 230.000 vet, që është rreth 10%, të paktën 10% e popullsisë të Gazës, ka qenë rreth 2.3 milion dhe tash është 2.1 milion. Këto janë shifra, mendoj, alarmuese që s'janë pa asnjëherë që nga lufta e dytë botërore. Dhe Europa duhet të ketë kujdes dhe ka një detyrim në fakt ligjor, moral edhe politik për të qenë më e zëshme. Tash për të kaluar te teknologjia dhe mediat sociale, si ndikojnë? Teknologjia dhe mediat sociale. Për teknologjinë më përpara. Teknologjia është shumë e mirë sepse ne na lejon që të ofrojmë më shumë shërbime. Shqipëria, për shembull, do të përthon një diçka pozitive në lidhje me të e-government, ofrimi shërbime të ndryshme. Pra, të mos ketë nevojë që unë apo ti, nëse na duhet një certifikat, të shkojmë të presim në rrallë diku dhe derisa ta marrim ato. Nëse ajo certifikat lëshohet falas, menjëherë me një aplikacion, ajo është mendoj një gjë e shkëlqyeshme. Pra, teknologjia na e ka dhënë këtë mundësi. Dhe kjo është diçka shumë pozitive. Për shërbime të tjera, prap. Pra, kjo është një diçka shumë pozitive, po deshet transferimi i shumë për këtyre shërbime publike për t'i bërë më lehtësisht të aksesueshme. Në të njëjtën kohë duhet të kuptojmë që jo të gjithë personat mund ta përdorin teknologjinë, apo kanë akses në internet, apo kanë mundësi. Pra kjo nuk do të thotë që nëse një shërbim ofrohet online, të mos ketë asnjë lloj mundësie për
personat që kanë nevojë apo që kanë mundësi ti kërkojnë këto dokumente dhe këto shërbime. Kjo është me shumë rëndësi në fakt dhe teknologjia mund të jetë aq sa është lehtësuese, mund të jetë edhe problematike apo diskriminuese. Kjo është pika e parë. Dhe tani ne flasim për të drejtat e njeriut offline, por edhe online, pra në internet. Kjo lidhet këtu me të mediat sociale. Mediat sociale janë një bekim, por edhe një mallkim. Nga një herë në gjej veten duke shikuar për lajme, për ndryshme në mediat sociale dhe pastaj në një moment do të t'ja harron se çfarë është duke bërë dhe mund të kalosh shumë kohë. Pra mund të kesh një lloj varësie. Pra, mediat sociale janë shumë të mira sepse na lejojnë ne që të lidhemi me miqtë tonë, me kolegët, me familjen, me të njohur. Kjo është një diçka, do thoya, shumë pozitive, sepse na lejon që të mbajmë kontaktet dhe me më shumë persona. Pra është një lehtësim, po ashtu edhe na jep neve informacion për çështje të ndryshme për cilën jemi të interesuar. Por në të njëjtën kohë është problematike sepse, siç e thash, varësia, humbje kohe, pra mund kalimi i kohës të tepruar në to, por sidomos në kohët e fundit është një problem që lidhet edhe me lirinë të shprehurit, mund të ketë një lloj censure apo autocensure, sepse a mund të shikohet kjo mirë, nofta nga rrethi jot shoqëror, shprehjet e tua, a mund të mbash ato miqësi nëse shprehesh lirshëm, ka grinje shumë të mëdha në mediat sociale, në vend që të flasin me një ton më të butë, më miqësor, që zakonisht është rasti kur njerëzit janë sy në sy, në person, në mediat sociale duket qartë që këto komunikime janë shpeshherë me tone shumë të larta të ashpra. Dhe kjo është, mendoj unë, shumë problematike. Për të mos folur pasaj edhe për probleme ku nëse ti do që të shkosh në një vend caktuar etj, nëse ti je shprehur në mediat sociale negativisht rreth një vendi caktuar, mund të kesh edhe pasojë në lidhje me nëse ti ke mundësi që ta aksesosh atë vend apo jo. Dhe kjo është një lloj problemi në fakt të një ndërhyrje nofta drejt për drejt edhe në lirinë të shprehurit. Dhe pra mediat sociale pozitive, por duhen përdorur në mënyrën e duhur. Dhe po përdoren mediat sociale, po përdoren edhe fundit, ka një problem shumë të madh me përdorimin e mediat sociale edhe për shkeljen e drejtave të njerëzit. Kur ti flet në një mënyrë që nxit përçarje me një fjalor të papranueshëm kundrejt grupeve të ndryshme e kështu me radhë. Kjo është shumë problematike sepse polarizon edhe shoqërinë. Dhe kjo është një diçka të cilës neve duhet t'i ruhemi. Për shembull, më herët folëm për deklaratat, për shembull, dhe edhe dokumentat e gjitha ato që janë përmbledhur dhe janë përmbushur dhe sot ekzistojnë, edhe disa shtete normale, shumica shteteve janë pjesë e këtyre. Po sa ndikon kjo te në rishqyrtim, për shembull prej vitit 48-66, tash 20-25-27, a mundet kjo të vjen për shembull që me pas një farë ndikimi se tash ne po shohim ti mirë tha edhe oratorit ndryshme, po të njëjtën kohë edhe video, edhe fotografi, edhe sa i përket drejtave të njerëzit. A mundet kjo me ndiku për shembull në atë mënyrë që ne ti kuptojmë më ndryshe këto drejtat e njerëzit? Po zhvillimi i drejtave të njerëzit dhe zhvillimi i shoqërisë normalisht ka një zhvillim shumë të madh. Pra nëse në vitin 1948 kishim deklaratën universale, nuk kishim shumë mekanizma për monitorimin dhe mbrojtjen e drejtave të njerëzit. Pra ishin një numër shumë i vogël. Në vitin 1966 u adoptuan ato dy paktet dhe hynë në fuqi në vitin 1976. Nga viti 1976 deri tani në vitin 2025
ne kemi 10 organe të traktateve drejtat njerëzit në kuadër të OKB-s që merren me monitorimin e promovimin e drejtat njerëzit. Pra ka një rritje nuk po e quaj eksponenciale, por një rritje goxha të konsiderueshme. Nga ana tjetër kemi procedura speciale të Këshillit për drejtat e njerëzit, që quhen raportues special në fakt, ato janë edhe ka dhe grupe pune, mund të jetë një person apo mund të jetë një grup i vogël prej 3 deri në 5 vetash dhe ka rreth 46 janë 46 procedura speciale tematike që quhen në fushë të ndryshme, në të drejtat të ndryshme dhe ndoshta edhe për komunitete të ndryshme dhe 10 procedura speciale për shtete që janë problematike, që kanë probleme sistematike në lidhje me drejtat e njerëzit. Pra shohim që edhe po t'i marrim në total pasaj të gjithë këto eksperta për të drejtat e njerëzit që janë me organet e traktateve dhe procedura speciale, nga njëra anë tha rreth 180 veta për organet e traktateve, nga ana tjetër po ashtu një numër goxha i konsiderueshëm rreth 150 veta, pra kemi një numër të madh të ekspertëve për drejtat e njerëzit. Kjo thjesht për të treguar ato rritjen e volumit edhe të fokusit në fakt në të drejtat të ndryshme. Tani mediat sociale po përdoren shumë nga të gjitha këto organe, të ndihmuara normalisht se këto gjitha shërben nga zyra e Komisionit të Lartë për të drejtat e njerëzit dhe ka një funksion edukativ normalisht me përdorimin e mediave sociale për informacionin, pikë së pari për të pasur më shumë transparencë në lidhje me këto aktivitete, por edhe për të edukuar publikun në lidhje me të drejtat të ndryshme. Po normalisht nga njëherë edhe audienca për këto media sociale dhe për këto informacione, për raporte, është një audiencë ekspertash në nga njëherë dhe ne do gjejmë mënyra se si këto materiale të mira që janë dhe këto raporte, vendime për ankesa individuale, komente të përgjithshme apo rekomandime të përgjithshme të bëhen më të aksesueshme dhe të afrohen më afër publikut. Në mënyrë që publiku në fakt edhe të edukohet, por edhe ta di se cilat janë të drejtat e veta dhe cilat janë edhe mënyrat për të kërkuar ata, për të realizuar. Po që ajo është ajo që teknologjia, për shembull, që e bën të vetën edhe në një anë mundet me pas diçka pozitive mirë, po të njëjtën kohë në anën tjetër edhe mund me qenë për shembull diçka që s'është e vërtet, po është një farë lloj shpifje që kohëve të fundit shumë e përdorin se është shpifje, tash s'po di më është shpifje ajo. Po mirë, kjo është ajo pjesa për shembull që ne si njerëz jemi të vetëdijshëm edhe të jemi të kujdesshëm. Kur mund t'i përdorim e çka mund të përdorim. Se përndryshe mund të gabojmë shumë. Cilat janë disa nga shkeljet më të zakonshme të drejtave të njerëzit që keni vrejtur? Ti përmende për punën e dezinformacionit, normalisht zyra e OKB-s në Gjenevë, që është qendra kryesore po deshe për të drejtat e njerëzit, ka shumë këshilla në lidhje me dezinformacionin. Pra, edhe për të mos e shpërndarë atë, sepse shpeshherë nga herë ne bëjmë share një diçkaje që duket e ndajmë një diçka që duket shumë problematike dhe që na krijon një lloj emocioni negativ apo pozitiv, kryesisht negativ, dhe e ndajmë pa e menduar në fakt kush është burimi, pse është burimi besueshëm, çfarë po thuhet, është diskriminuese teksti, a mund të krijojë nxitje dhe urrëtie dhe nxitje për dhunë e kështu me radhë. Pra, janë disa lista ose një diçka që ne duhet ta mendojmë në fakt përpara se t'i ndajmë disa prej tyre. Kurse disa për shkelje më zakonshme të drejtat e njerëzit që unë i kam parë edhe gjatë mandatit për si antar i Komitetit për Drejtat e Njerëzit për Paktin për Drejtat Civile dhe Politike, ka shkelje nga më të ndryshme, duke filluar nga tortura, duke filluar nga mos respektimi i të drejtës për një gjykim të drejtë dhe të një procesi të drejtë ligjor, zgjatje, zvarritje të këtyre proceseve ligjore, diskriminime të ndryshme,
të grupeve të ndryshme, shkelje të drejtës së lirisë së besimit, shkelje të drejtës të asociacionit apo të demonstrimeve paqësore e kështu me radhë. Dhe këto janë disa prej çështjeve që komiteti merret rregullisht me to në ankesat individuale, por edhe në rekomandime që jep shteteve si pjesë e raportimit të shteteve që bëhet në mënyrë periodike. Pra këto janë disa ndoshta prej shkeljeve zakonshme që vijnë përpara komitetit. Edhe këto e kanë vendin e vet, domethënë ku mund të ankohen edhe për Komitetin për Drejtat e Njerëzit janë 176 shtete palë dhe prej këtyre 119 e kanë pranuar edhe mundësinë e shtetasve të tyre apo persone në jurisdiksionin e tyre për të ankuar, nëse atyre ka ndodhur një shkelje. Normalisht ato duhet që ta procedojnë rastin e tyre përpara autoriteteve vendore, përpara se të shkojnë tek Komiteti për Drejtat e Njerëzit, por ato kanë mundësi që për ato të drejta që janë pjesë e paktit për drejtë civile dhe politika, ato mund të ankohen edhe përpara komitetit dhe ka pasur raste, në fakt, nuk janë shumë raste kundër Shqipërisë, por janë disa, ka po ashtu edhe një numër rastesh kundër Norvegjisë. Në pjesën më të madhe të këtyre rasteve komiteti nuk ka gjetur shkelje, por në disa raste ka gjetur shkelje, edhe për Norvegjinë. Ka raste që i kemi pa kohëve të fundit, sidomos prej të hujve që kanë qenë në Norvegji, që kanë punu për shembull nga Polonia, në lidhje me fëmijët dhe marrjen e fëmijëve, drejtën e bashkimit familjar e këto me radhë, që kemi ndëgjuar ne, po ato janë normal, ata e dinë më së miri, por se ata që janë të interesuar me lexu, e mundën me gjetë. Ka edhe ndikime ndryshme, për shembull kur është puna te drejtat e njerëzit, sa mund të ndikojmë edhe si mund të ndikojmë në ndryshimin e politikave që prekin të drejtat e njerëzit. Vetëm një koment të shkurtër për këtë që sa përmendet fundit. Ka pasur disa raste në lidhje me kujdesin prindëror dhe marrëdhëniet mes prindërve dhe fëmijëve nga Gjykata Evropiane për Drejtat e Njerëzit në lidhje me Norvegjinë, dhe në bazë të këtyre rasteve autoritetet norvegjeze kanë marrë edhe masat përkatëse për të ndryshuar disa prej këtyre procedurave që do kanë pasur në lidhje me këtë çështje, dhe edhe ombudspersoni për fëmijët që është këtu dhe autoritetet tjera kanë bërë ato ndryshimet e nevojshme për të konformuar dhe për të zbatuar këto vendime që janë dhënë nga Gjykata Evropiane. Për ndryshimin e politikave që prekin drejtat e njerëzit, si mund të ndikojmë? Ne sapo patëm zgjedhje në Norvegji. Dhe në fakt edhe në Shqipëri kishte zgjedhje në maj, këtu tani në shtator. Një nga mënyrët se ne mund të ndikojmë normalisht është ushtrimi të drejtës tonë për të votuar, për të zgjedhur edhe për të zgjedhur. Të dyja. Kjo është me shumë rëndësi. Dhe mendoj që komuniteti jonë shqiptar këtu në Norvegji, shqiptar norvegjez apo norvegjez shqiptar, duhet që të angazhohet dhe të marrin pjesë sa më shumë dhe ta shprehen vullnetin e tyre, sepse në këtë mënyrë ne kemi mundësi që ti zgjedhim politikanët që duhen të na përfaqësojnë dhe të shohim cilët prej këtyre përfaqësojnë edhe interesat tona të ndryshme. Pra kjo është një pjesëmarrje në jetën publike. Mendoj është shumë e rëndësishme për ndryshimin e politikave në rang kombëtar. Pjesëmarrja në protesta, dhënia e mesazhe të ndryshme, shkrimi i dokumentave apo kërkesave autoritetet të ndryshme, sepse ato nuk kanë se si ta marrin mend me telepati në lidhje me opinionin publik, në lidhje me çështje të ndryshme që e shqetësojnë publikun. Pra këto janë me shumë rëndësi, që nga ato lagjet podeshe të qyteteve deri në bashki, në komuna, bashki, kështu me radhë.
Pra, nuk është çështje për pjesëmarrje vetëm në nivel qendror dhe në zgjedhje qendrore, por normalisht edhe në ato lokale. Kurse sa i përket pasaj ndryshimit të politikave më të përgjithshme, normalisht mund të themi që Norvegjia, Shqipëria kanë një motivim për të shtyrë përpara drejtat e njerëzit, në përgjithësi autoritetet, pozicionet që do kanë marrë përgjithsisht janë pozitive dhe në kuadër të promovimit dhe të mbështetjes të drejtave të njerëzit përgjithsisht. Dhe kjo është me shumë rëndësi dhe besoj edhe reflekton edhe opinionin publik që ju ka dhënë edhe atyre votbesimin. Po të marrë rastin e Gazës, për shembull, dhe gjenocidit që ndodh aty, si mund të ndryshojnë politikat? Unë mendoj që pati një ndryshim shumë të madh të politikave dhe të diskursit në shumë vende të botës, në momentin që njerëzit dolën nëpër rrugë, protestuan dhe u pa që opinioni publik nuk është dakord me këto politika dhe me gjysma fjalët edhe me mos dënimin në fakt të qartë edhe të drejt për drejt të këtyre krimeve ndërkombëtare. Pra mendoj që kjo normalisht opinioni publik dhe shfaqja e këtyre përmes formave të ndryshme e formson në fakt edhe ndryshimin e politikave dhe kjo është me shumë rëndësi. Ajo është ajo, pjesëmarrja jote, do të thonë, duke filluar prej votimit si individ dhe pastaj normal që vjen edhe deri te mos pajtimi i politikave, për shembull, ose mund të them kështu raporteve shteti me këtë pjesë që do tash me këto luftat në botë. E po mirë, ne se shqiptarët, sidomos të Kosovës, kemi probleme këto viteve të fundit, që kemi një gjykat speciale e kështu me radhë, edhe prap ka diçka që kuptohet, diçka që nuk kuptohet. Po çfarë është gjykata supreme dhe cilat janë kompetencat e kësaj kryesore? Tash e kjo edhe Kosova e kanë, secili shtet e ka një gjykatë supreme. E po thu për gjykatën speciale në Hag apo për gjykatën kushtetuese dhe gjykatën kushtetuese të Kosovës. Po gjykata kushtetuese e Kosovës është një institucion me shumë rëndësi në lidhje me të drejtat e njerëzit dhe me sundimin e ligjit. Dhe kjo në fakt duket qartë, edhe për faktin që gjithmonë kur ka mos dakordsi politike, forcat politike të ndryshme i drejtojnë gjykatës kushtetuese për t'ia zgjidhur çështjet, për ta shikuar se çfarë thot Kushtetuta e Kosovës dhe ligjet e Kosovës në lidhje me atë çështje. Unë mendoj që fakti që gjykata kushtetuese ka shumë raste, pra shumë raste janë sjell përpara saj, mendoj që edhe reflekton ato pozicionin e rëndësishëm që ajo ka. Gjykata kushtetuese ka një rëndësi për mirë funksionimin edhe të pushteteve, për të kontrolluar ndarjen e pushteteve mes pushtetit ekzekutiv, legjislativ dhe normalisht edhe atij gjyqësor. Në lidhje me fushën e drejtat të njerëzit ka një funksion shumë të rëndësishëm, sepse janë të drejtat të ndryshme të njerëzit, të qytetarëve të Kosovës dhe në përgjithësi, por edhe të minoriteteve, më në veçanti që për cilat gjykata kushtetuese ka një rol të rëndësishëm për ta luajtur. Gjykata kushtetuese ka një rol shumë të rëndësishëm dhe do thoja tepër të madh, sepse nga që Kosova nuk është pjesë e shumë organizatave ndërkombëtare, të traktateve ndërkombëtare që i përmenda për drejtat e njerëzit, të 9 kryesore që janë të OKB-s apo të konventës evropiane, për arsye që procesi që Kosova e ka për të antarësuar në Këshillin e Evropës nuk është përfunduar akoma fatkeqësisht, unë shpresoj që të përfundojë sa më shpejt, apo për të antarësuar në OKB nuk është përfunduar akoma, dhe në këtë formë është bërë një lloj gjykata kushtetuese e Kosovës, nga që këto traktate ndërkombëtare që i përmenda janë bërë pjesë të drejtave që qytetarët e Kosovës i kanë,
atëherë i bën gjykatës kushtetuese në fakt që të jetë një lloj arbitri përfundimtar nëse këto drejta janë duke u respektuar apo jo. Gjykatat supreme, ose gjykatat kushtetuese, këto janë totalisht pambarë prej qeverisë. Kjo duhet ta dim, domethënë që më menja që edhe pavarësia e gjyqësorit është reflektuar qartë në Konstitutën e Kosovës dhe gjykatësit kanë mandatin e tyre për atë kohë të përcaktuar dhe ato i ushtrojnë duhet të ushtrojnë detyrat e tyre në përputhje me Kushtetutën e Kosovës edhe me koshiencën e tyre, me ndërgjegjen e tyre juridike. Normal. Kjo është ajo që e ka për shembull këtë rast Kosova, sepse nuk është edhe anëtare e krejtë organizatave ndërkombëtare. Çysh është për shembull me Shqipërinë? Shqipëria ka nëse Kosova ka një mungesë po deshe, sepse nuk e ka këtë akses për qytetari i Kosovës, nuk e ka këtë akses po themi të drejtë për drejtë pasaj në gjykatën europiane për të drejtat e njerëzit, apo tek komiteti për drejtat e njerëzit. Kjo krijon një presion më të madh, por edhe e rrit rëndësinë e gjykatës kushtetuese për të kryer këtë punë dhe për të vlerësuar në mënyrën më të mirë të mundshme, sepse në momentin që ajo thot fjalën e saj, nuk ka shumë mundësi të tjera pasaj për personat që kanë këto raste përpara saj. Për Shqipërinë është më ndryshe, sepse Shqipëria është pjesë e OKB-s, e ka pranuar mundësinë e personave për të dërguar ankesa, edhe ankesa individuale përpara Komitetit për Drejtat e Njerëzit, e ka pranuar me kohë Konventën Europiane dhe ka shumë raste në fakt që janë sjell kundër Shqipërisë përpara gjykatës europiane, pra ka edhe një mundësi po deshe qytetarë shqiptarë dhe personat që janë në jurisdiksionin e Shqipërisë kanë edhe dy nivele të tjera ku ato mund të kërkojnë të drejtat e veta. Në nivelin europian përpara gjykatës europiane, por edhe në nivelin ndërkombëtar përpara Komitetit për Drejtat e Njerëzit apo edhe mekanizmat e tjerë të OKB-s. Kjo është ajo e madhe, domethënë që edhe dallimi. Shpresoj që edhe Kosova shpejt të jetë edhe qytetarët e Kosovës dhe personat që janë në jurisdiksionin e shtetit të Kosovës të kenë ato të mundësi. Normal se derisa e ka Shqipëria, se ka me siguri edhe Maqedonia e Veriut, ma Armenia derisa është edhe anëtare e OKB-s. Po kjo është ajo e mira që kemi profesorin edhe të di ma shumë, edhe të mësoj ma shumë që për neve është ma mirë edhe për të ardhmen është ma mirë. Kemi edhe një pyetje këtu për fund, si e shet ardhmen e të drejtave të njerëzit në kontekstin global? Për këtë nëse do të më ftosh në studio një herë tjetër që ta strukturojmë si e shohun të ardhmen. E shohim ato drithijet e veta, sikurse çdo aktivitet i njerëzit po deshe, ka ato anët pozitive, ka edhe anët negative. Për momentin, të drejtat e njerëzit ndoshta nuk po jetojnë, ta perifrazojnë fakt këto, më ndryshe. Të drejtat e njerëzit kanë qenë nën presion që nga fillimi i historisë po deshe. Dhe të paktën që nga fillimi i organizimit modern të shoqërisë ndërkombëtare. Nga krijimi, themelimi i OKB-s dhe Deklarata Universale, po shkojmë prap tek fillimi. Pra gjithmonë ka pasur presione nga më të ndryshmet. Cilat të drejta mund të jepen përparësi, shtypje nga shtetet, notë të minoriteteve, apo të sindikatave, apo të grupeve të ndryshme, popullsitë indigjene e kështu me radhë. Por për momentin e shohim disa probleme më madh që shohun në fakt me të drejtat e njerëzit në kontekstin global, është që disa shtete shumë të rëndësishme që kanë qenë liberale deri tani kanë tërhequr fondet nga mekanizmet për drejtat e njerëzit, duke ulur ato ndihme që ato japin mbështetjen financiare, por edhe politike për funksionimin e këtyre mekanizmeve. E kam fjalën për administratën e presidentit Trump, në fakt, ato ka një agjendë që është negative
për disa çështje ndryshme. Në fakt, mundon sa të thonë që liria e shprehurit është me shumë rëndësi e kështu me radhë. Nëse ti kritikon për shembull administratën, dhe ajo shikohet, gjithsesi ke një aplikim për vizë apo për të futur në SBA, ato mund të ketë pasojë negative, dhe unë mendoj që kjo është deri diku problematike, sepse kritikat nuk ka asnjë qeveri që është përtej kritikës. Ne mund të kritikojmë qeverinë norvegjeze, qeverinë shqiptare për shkelje të ndryshme që do mund të kryejnë, me dashje apo pa dashje. Edhe normalisht ajo vlen për çfarëdo lloj qeverie. Por për ta kthyer pak këtu, kjo është shqetësimi im më i madh në lidhje me të ardhmen e drejtave të njerëzit. Nëse shtetet që deri më tani e kanë mbështetur këtë sistem, që është zhvilluar për kaq shumë dekada, po flasim për rreth 80 vjet. Do festohet 80 vjetori i OKB-s i vjet. Çfarë mund të themi pasaj për shtetet e tjera që janë autoritare, që nuk i kanë dashur ndoshta asnjëherë të drejtat e njerëzit, apo i kanë parë ato si një mjet politik presioni që është përdorur nga shtetet e tjera ndaj tyre. Kjo është goxha problematike. Për momentin duket që shtetet europiane më në përgjithësi vazhdojnë ta ruajnë një mbështetje për drejtat e njerëzit në përgjithësi, edhe shumë shtete të tjera në vende të ndryshme të botës, ndoshta edhe pse nuk mund të jenë aq miqësore me drejtat e njerëzit, prapë mbështesin multilateralizmin dhe këto forumet ndërkombëtare, kështu që unë nuk e kam humbur shpresat dhe të ardhmen e drejtat e njerëzit në shoh me shpresë, por bazuar në nevojën për një mbështetje sa më të madhe dhe një mobilizim sa më të madh edhe të publikut për të mos i hedhur poshtë ato arritje që janë bërë dhe ato përpjekje shumë të mëdha herkuliane, mund të thosha, që janë bërë në këto 80 vite. Po ajo është e mira që drejtat e njerëzit, për shembull, sipas drejtave të njerëzit, atëherë zhvillohet edhe civilizimi ma shumë për vetë njerin ose vetë neve që jemi. Unë i kisha preferu, për shembull, më pyetune antarët e shtetit që janë, për shembull, të OKB-s, shtetet që janë antarë, nëse nuk janë në ambrellën e të drejtave të njerëzit ose nuk i pranojnë, atëherë është faktikisht edhe humbje kohe me qenë edhe antari i OKB-s, megjithëse përfshihen shumë sene tjera aty, përveç drejtave të njerëzit, mirë pa jo çështja kryesore që është vetë njeriu, jo teknika, jo autoriteti, jo për shembull ndikimi politik ose stili politik që kanë. Po nëse drejtat e njerëzit nuk pranohen te një shtet edhe është antare e OKB-s, atëherë është humbje kohe për atë shtet, po merrmeni, se nuk përputet me shtetet tjera. Gjithsesi, shtetet antare OKB-ja është një ombrellë e madhe me shumë agjenci që merren me ndoshta të gjitha fushat e aktivitetit njerëzor. Dhe OKB-ja ka të paktën 3 shtylla po deshe, të cilat janë shumë të rëndësishme. Është paqja, mbrojtja e paqes, janë drejtat e njerëzit, është edhe zhvillimi ekonomik. Pra shtetet ndoshta ose jo të gjitha shtetet janë të interesuar për të gjitha këto 3 shtylla. Ata mund të interesuar për 1 apo 2, apo për të treja, apo për asnjërin në momente të ndryshme, dhe gjithsesi OKB-ja është për momentin e organizata vetme që i lejon të gjitha shtetet në asamblenë e përgjithshme që të kenë mundësinë për të shprehur, për të diskutuar çështjet që janë me rëndësi për to, dhe për të marrë vendime. Fatkeqësisht, Këshilli i Sigurimit tash, sikur e dini edhe vetë, ka qenë për arsye të tensioneve të mëdha mes antarëve të përhershëm, nuk ka qenë në gjendje që të zgjidh disa prej konflikteve, dhe në fakt konfliktet janë shumë fishuar në këto vitet e fundit. Sipas kryqit të kushtit ndërkombëtar janë rreth 120-130 konflikte, dhe këto 120-130 konflikte përfshin rreth 60-70 shtete, pra janë rreth 1/3 e shteteve të botës që janë të përfshirë një konflikt. Të janë numra, mendoj, shumë të mëdhej dhe shumë problematik, dhe është me shumë rëndësi që të gjitha shtetet, por sidomos për 5 antarët e përhershëm, mendoj ka një përgjegjësi tepër të madhe, edhe më të madhe se të tjerët,
që të arrijnë që ti zgjidhin këto çështje, këto mosmarrveshje, sepse ne e dimë që luftrat ato vetëm krijojnë vujtje, krijojnë viktima, krijojnë probleme, jo vetëm për shtetin ku ato ndodhin, por edhe për shtetet afër edhe më tutje. Po kjo është ajo që duhet pra mas pari të jemi gëzueshëm që ekzistojnë drejtat e njerëzit, edhe është ndërtu edhe ndërtohet ende, ka shtylla të ndryshme, edhe mirë tha Gentiani, edhe kështu që ka dale të njoftohemi edhe ne vetë ma shumë e ma mirë për të drejtat e njerëzit, për shembull sa ajo vlen për kur themi për drejtat e njerëzit, do të thonë për vetveten edhe mas pari pastaj edhe për tjerët që të rrethojnë. Vetë vërtet kënaqësi e madhe ta dëgjojmë profesorin edhe të na shpjegon këto janë tema që mund të bëjmë edhe epizoda të ndryshme të podcastit ku mund t'i veçojmë për shembull pik për pik, edhe kjo do të vjen pak më vonë, normal që do të punojmë edhe në këtë drejtim. Më thamë ke marrë një libër me veti, cila është ajo libër? Thjesht kam marrë një libër që në përdor për kursin që jap këtu, Human Rights Law in Context, apo drejtat e njerëzit, ligji për drejtat e njerëzit në kontekst, dhe kjo ka të gjitha ato dokumentet kryesore në lidhje me të drejtat e njerëzit. Sepse kur flasim për drejtat e njerëzit, normalisht ne duhet të shohim edhe tekstin, si është formuluar nga shtetet dhe çfarë të drejtave, çfarë drejtash substantive, pra thelbësore janë të përfshirë aty. Dhe disa prej tyre që janë me shumë rëndësi mendoj për ne, drejta për pushim të paguar edhe sigurim social edhe për punë, besoj janë me shumë rëndësi. Po normal. ato i dim, me siguri ato i kemi në gjak i kemi ato, edhe po përveç atyre janë edhe shumë tjera që duhet i dim, që mos rrim aty edhe vetëm të shohim fotografi edhe pastaj të gjykojmë ata. Unë falenderoj shumë profesor që ishe sonte me ne, kënaqësi e madhe pra të bisedojmë bashkë në këto kohëna të vështira që i përfshin drejtat e njerëzit faktikisht në botë, ku gjitha këto konflikte, lufta dhe këto genocide, këto që po ndodhin këto ditë, dhe Zoti që ka dalë të kuptojnë ato, edhe të ndalemi sepse ne po plakemi dhe pastaj edhe ata shtetet autoritare që janë që i kanë ata njerëz të vet aty, edhe ata po plaken. Kështu që duhet ta dim që nuk do të jenë për gjithmonë atje, ka dalë vinë gjenerata të tjera, edhe kuptojnë ndoshta edhe më mirë pjesën e drejtave të njerëzit më mendja, sidomos kur jeni të shpërndarë në këtë botën, për shembull edhe keni edhe kurse, po edhe landë në fakultete, në universitete që ta mësojnë sa më mirë, se atëherë është paqja krijohet edhe më lehtë. Faleminderit shumë edhe sukses. Faleminderit shumë për ftesën.